Është shumë e çuditshme se para disa viteve, ma shumë na kanë shkruajt ma në moshë, për shembull gjyshet, shpesh na kanë shkruajt gjyshet, sepse nuk sa gjyshe bëhesh edhe me 40 vjet, me 45, por na kanë shkruajt, a mendon ti se është e mirë që nona nuk po i jep për shembull kripë dhe sheqer, sepse me këto metoda të reja, do të thonë ka qenë ai konflikti i gjeneratave që alo nuk e kanë gjetur atë gjuhën e përbashkët. Sot është ndjenja më e mirë që na japin sepse pyetje të temave për fëmijë, për shembull, kemi bara sa prej nanave, sa prej babave. Është fantastike mënyra se si ka ndryshuar qasja e prindërimit edhe tek babat. Nëse dikur baba ka pas një rol shumë, një qasje shumë të mirë dhe të afërt me fëmijën, ka qenë ai kryefamiljari që është kujdes për financat, për plotësimin e dëshirave e të tjera e të tjera. Sot ka baba që na shkruajnë edhe për si ndrohet pampersi, a mundesh me pyet, a ka mujtën e me lëndu diçka shpinën e bebes gjatë kohës, a ja kam ndru pampersin.